Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se vini në serinë tonë mbi 40 hadithet e Imam Newaviut, Allahu e mëshiroft, ku çdo javë analizojmë nga një hadith të pejgamberit tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hadith që shpresojmë të ketë ndikim në jetën tonë. Nga Tamim ibn Aus ad-Dari radiyallahu anhu transmetohet se pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: feja është këshill, ose feja është sinqeritet. Sahabët e pyetën: për kë, o i dërguari i Allahut? Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha: për Allahun, për librin e tij, të dërguarin e tij, për krerët e muslimanëve, imamet dhe udhëheqësit e muslimanëve, dhe për masën e gjerë prej tyre. Me të drejtë mund pyesim se cilat janë dobit dhe mësimet e përfituara nga ky hadith i profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Themi, fjala nasihat e përdorur në këtë hadith, feja është nasihat. Fjala nasihat nënkupton dashamirësinë ndaj tjetrit, duke i dhënë përparësi dobisë së tij dhe sinqeritetin, pastërtinë, qiltërsinë ndaj tij. Kjo fjalë, nasihat, është përkufizuar edhe si përzgjedhja e fjalës apo veprimit që i shërben tjetrit, ose ftesë për tjetrin drejt një gjendjeje më të mirë. Në gjuhën arabe, kur dy gjymtyrët kryesore të fjalisë janë të shquara, atëherë kuptimi i kësaj fjalie jep një lloj kufizimit dhe përcaktimit. Pra nga ky citat profetik, se feja është këshillimi, ose feja është sinqeriteti, ose feja është dashamirësia, nga ky citat profetik, kuptohet se feja nuk është gjë tjetër veç se këshill dhe dashamirësi ndaj tjetrit, ose feja është vetëm sinqeritet dhe qiltërsi me tjetrin. Ky hadith i pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam thekson rëndësinë e këshillimit dhe të dashamirësisë në rregullimin apo përmirësimin e gjendjes së shoqërisë. Po ashtu, në këtë hadith theksohet rëndësia e sinqeritetit dhe e qiltërsisë në fe. Sinqeriteti është farz ain, që do thotë detyrë individuale për çdo besimtar. Çdo besimtar duhet të jetë i qiltër në raportet e tij me Allahun azza wa jall. Adhurimet ndaj tij nuk pranohen pa sinqeritet. Po ashtu, besimtari duhet të jetë i qiltër edhe me librin e Allahut, me Kur'anin famlar, duke e besuar, duke e lexuar, duke medituar rreth tij dhe duke zbatuar urdhëresat dhe porositë që përmban Kur'ani. I qiltër gjithashtu duhet të jetë besimtari edhe me të dërguarin e Allahut, duke e besuar atë, duke e dashur atë, duke e pasuar në porositë e tij dhe duke i dalë në mbrojtje figurës së tij ose mesazhit që përcolli pejgamberi i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Imamet e muslimanëve, krerët e tyre, janë modelet e mira, qofshin ata nga dietarët apo nga udhëheqësit shtetëror. Dietarët janë ata që hulumtojnë dhe sqarojnë ligjet islame, ndërsa udhëheqësit shtetëror janë ata që i zbatojnë ato ligje. Muslimani duhet t'i dojë, duhet t'i respektojë, duhet t'i ndihmojë dhe duhet t'u bindet udhëheqësve, imamëve të vet, kur ata orientojnë drejt së mirës. Krerët e muslimanëve nuk janë të pagabueshëm. Njerëz janë, gabime bëjnë, por ne duhet t'u duam të mirën atyre, duke u lutur për ta, duke i këshilluar dhe duke i orientuar drejt të dobishmes. Këshillimi ndaj tyre duhet bërë brenda normave të edukatës islame, duke qenë i drejtë dhe i pa-anshëm ndaj vetvetes apo ndaj tyre,
apo ndaj popullit. Këshillimi mund të jetë farz kifaje, që do të thotë detyrë kolektive, sipas mundësive dhe kushteve të muslimanit, por mund të jetë edhe nafile në kuptimin këshillim fakultativ, vullnetar. Tregohet se Imam Maliku, Allahu e mëshiroft, kur e ka këshilluar udhëhecin e muslimanëve të kohës, të quajtur Harun ar-Rashidi, i ka shkruar një letër me finesë dhe mes të tjerash e ka këshilluar: për çështjet tuaja, konsultohu me njerëz që e kanë frikë Allahun subhanahu wa ta'ala. Profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: vërtet Allahu është i kënaqur për ju me 3 gjëra. Ai është i kënaqur, Allahu është i kënaqur që ta adhuroni atë dhe mos t'i bëni shirk atij. E dyta, që të kapeni fort pas litarit të Allahut të gjithë së bashku dhe të mos përqaheni, pra të kapeni fort pas fesë Allahut. Dhe e treta, dhe t'i këshilloni ata që Allahu ua ka dhënë pushtetin mbi ju. Në këtë hadith theksohen 3 parime të rëndësishme të Islamit. Parimi i parë, adhurimi i sinqert ndaj Allahut azza wa jall pa idhujtari. Parimi i dytë, bashkimi dhe uniteti i muslimanëve. Dhe parimi i tretë, dhënia e këshillës dhe sinqeriteti ndaj udhëheqësve të muslimanëve. Në themelet e fesë islame qëndrojnë dashamirësia dhe sinqeriteti edhe ndaj masës së njerëzve, që nënkupton ti duash ata, ti ndihmosh ata, ti këshillosh ata, ti edukosh ata dhe ti mësosh ata. Të duash për ta atë që do për vete. Fetarizmi të qenit fetar, aq sa është çështje individuale dhe private, është edhe çështje shoqërore. Nga Gjerir ibn Abdillah radiallahu anhu, transmetohet se ka thënë: unë i dhash besën të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam për të dëshmuar se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut, dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut, për faljen e namazit, për dhënien e zakatit, për dëgjimin dhe bindjen ndaj udhëhecëve të muslimanëve, si dhe për të qenë i sinqert dhe këshillues ndaj çdo muslimani. Dërsa nga Ebu Hurajra radiallahu anhu, transmetohet se profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ka treguar 6 borxhet, 6 të drejtat e muslimanit ndaj muslimanit. Dhe prej tyre 6 borxheve ka thënë: kur muslimani të kërkojë këshill, ta këshillosh. Pra kemi detyrë që ta këshillojmë besimtarin musliman kur ai ka nevojë të orientohet drejt një çështjeje nga çështjet e dynjas apo të ahiretit. Në një shoqëri islame nuk thuhet ç'të duhet ty çfarë bëj unë. As nuk thuhet ç'më duhet mu çfarë bën ai. Pse? Sepse pasojat e gjunahut të tjetrit dhe pasojat e çthurjes së një kategorie në shoqëri i vuajnë të gjithë. A nuk e kemi për detyrë të duam për tjetrin çfarë duam për vete? A nuk e kemi për detyrë ta respektojmë me të madhin, ta mëshirojmë me të voglin, ta nderojmë me të diturin? A nuk e kemi për detyrë ta ndihmojmë tjetrin? Po të ishte çështja ç'më duhet mua, atëherë ku është përgjegjësia e prindit? Ku është përgjegjësia e mësuesit? Ku është përgjegjësia e mjekut? Ku është përgjegjësia e gjyqtarit? Ku është përgjegjësia e mjeshtrit? Ku është përgjegjësia e nëpunësit? Apo e nxënësit? Çështja nuk është ç'më duhet mua, të gjithë jemi përgjegjës për gabimin individual ose për gabimin kolektiv. Në këtë hadith, profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam e thekson çështjen jo vetëm të sinqeritetit dhe të dashamirësisë ndaj tjetrit, por edhe këshillimin. Feja është këshill. Përse? Sepse Allahu azza wa jall edhe Kur'anin famlart e ka quajtur këshill. Sepse edhe misioni i pejgamberëve ka qenë këshillimi i njerëzve. Sepse edhe muslimani e ka borxh t'i këshillojë muslimanët, pra kuptohet se
thelbi i fesë është këshilla. Prandaj kërkohet që të këshillojmë për hir të Allahut, të këshillojmë për hajër dhe jo për sharr, të këshillojmë në vendin dhe kohën e duhur, ta shoqërojmë këshillën me urtësi, me fjalë të ëmbla dhe me maturi. Të këshillojmë fshehtazi dhe jo haptazi, në mënyrë që të mos e turpërojmë tjetrin. Transmetohet nga Imam Shafiu, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ka thënë: kush e qorton vllain e tij fshehtazi, e ka këshilluar, e kush e qorton atë haptazi, e ka turpëruar. Gjithashtu, në anën tjetër, përsisim, pranoje këshillën dhe mos u trego mendje madh. Mos këmbgul në gabim, por bindjo këshillës së hajrit. Madje falenderoje këshilluesin për dashamirësinë që tregojnë ndaj teje. Imam El-Harith El-Muhasibi, Allahu e mëshiroft, thot: dije se ai që të këshillon, ai edhe të do. E kush të lajkaton dhe të miklon, ai edhe të mashtron. Ai që nuk ta pranon këshillën, nuk meriton të jetë vllai i tij. Dërsa Omeri radhiyallahu anhu ka thënë: nuk ka mirësi në njerëzit e një populli të cilët nuk janë këshillues të njëri tjetrit, dhe nuk ka mirësi në një popull që nuk i do këshilluesit. Transmetohet se Hasani dhe Huseini radhiyallahu anhuma, dy nipat e pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të përgëzuar me xhennet që është në këtë dynja, kur e kanë pa një plak të merr të abdes jo ashtu siç duhet, e kanë këshilluar duke i thënë: unë dhe vllai im nuk pajtohemi se kush merr abdes më mirë. A ke mundësi të na shikosh dhe pastaj të gjykosh mes nesh me drejtësi cili merr abdes më mirë? Plaku i paditur, por i sinqert dhe i urtë, pasi e vështroi abdesin e tyre të njëjtë, e kuptoi dhe tha: qem kam unë, ai që nuk di të marr abdes. Dëgjues i nderuar, me lejo të jap një këshill që e kam lexuar dhe e kam ngolitur në mendje. Bëhu fshi me atë që e ka frikë Allahun. Diskuto me atë që të respekton. Konsultohu me atë që të do dhe shoqërohu me atë që të kupton. Duke shpresuar të takohemi javën që vjen me hadithin e 8, po ala në amanetin e Allahut subhanahu wa ta'ala fen tuaj, shëndetin tuaj, sigurin tuaj dhe përfundimin e veprave tuaja. Ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.